pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, që tregon Aisha radiallahu anha, e hadith është në Bukhari, kur osmon të dikush, pejgamberi i aknonte dy kulauzat dhe i ftynte dhe fërkonte. Kur osmu osmu dhe vdekjes, Aisha tha, pejgamberi të më kënaqni tashti. Olam pra vdekjes, tha dhe në nuk i mërësha dorë të mija me knu kulauzat e me pështy, po dorë të tina, se në dreqeqme, e ka pësha dorë të atina, edhe në dorë tina të knesha kulauzat, edhe me dorë tina e fërkesha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është rrugë legjitime, mja bo njeri ju vetë vetës, mja bo thmive, mja bo nanës, mja bo babës, vëllaut, edhe më dora, edhe më kama, këneja Fatihan, një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7 herë, dhe 7 herë, të afërku dorën nëse dhem dora, ose të afërku e ftyrën, ose kamën nëse dhem, ose gjoksi, ose e tjere.